Qyteti Gjilanit është kapluar nga ethët të cilat nuk është se kanë të bëjnë me ndonjë epidemi, por po afron derbi Drita Gjilani. Ndeshja që bën qytetin të ndatë në dy ngjyra, bardhë dhe kaltër dhe e kuq, ndërsa familjet fillojnë të përçahen. Kjo është reflektuar edhe në ahengje private, familjare, në përdarsma, në për raste vdekje kur janë da njerëz të familjes në dyshe. Prej fëmirisë e kom pas një ëndër me lujtë në këtë derbi, edhe tash më ka ardhur rasti, edhe prej momentit që kemi kuptuar që kemi me lujtë në këtë derbi, unë gjallë një emocion që s'përshkruhet lehtë. Këja ditës që ka ra shorti, non-stop gjumi natën, kur të lej, më kujtohet që ka me lujtë, non-stop me emocione, gjithë ditën. Gjilani në Kosovë ndryshën jetë edhe si Italia e vogël, dhe si e vogël nuk ka një derbi të madh si Milan Inter apo Juventus Torino, por ka derbin e qytetit, Gjilani Drita. Një duel mes dy skuadrave të urryera, një rivalitet shumë i madh i cili nuk është se ka ndonjë histori të gjatë, pasi ka filluar në vitin 1995, por për aq sa është luajtur, ka bërë që të mbahet mend dhe të konsiderohet si derbi më i madh në Kosovë. Trajneri Muharrem Saiti është nga Gjilani dhe aktualisht drejton skuadrën me të njëjtin emër. E di shumë mirë se si ka nisur ky rivalitet dhe në çfarë niveli është rritur ndër vite. Viti 2095 ka fillu të krijohet ky derbi, atëherë kur është themeluar edhe KF Gjilani. Dhe nga jo kohë e cila ka ndodhur para luftës, në kohën kur ne kemi bërë gara në ato kushte çfarë e kanë qenë, ka fillu këtë derbi. Do thot edhe interesimi vazhdimisht është rrit për faktin se mas pari akteret, do thot lojtarët që janë paraqit qoftë për Dritën, qoftë për Gjilanin, kanë tregu një angazhim të jashtëzakonshëm. Do të thonë e kanë marrë ato si diçka që do të me fitu lojën. Do të thonë në atë mënyrën e angazhimit dhe në atë mënyrën e luftës për të arritë dhe për tonë se na jemi më të fuqishëm. Dhe kjo vazhdimisht ka fillu zhvillohet me hapa shumë të maj, dhe duke po edhe njerëz edhe shikues që vërtet ja vlen të shiqohet një ndeshje, edhe ai që ka ardhur për herë të parë në atë kohë me po atë derbi, mandej asesi nuk ka hezituar që herën tjetër të vihet. Portieri dhe kapiteni i Dritës Artan Latifi e ndjen shumë këtë sfidë, madje ka dhe shumë personale duke qenë se ka debutuar pikërisht në një derbi të tillë, kur ishte një djalosh i ri. Por edhe tani kur është shumë më i madh në moshë, emocionet i ka të pranishme, sigurisht herën e parë. Këtë derbi e përjetoj shumë afër zemrës. Me një anë jo sa i përket ndeshjes, si ndeshje, po një derbi ku ka këtu shumë atmosferë, ku ka shumë shka s'ka këtu. Është një lojë që as nuk ka parashikim të rezultatit, as nuk ka parashikim të atmosferës se që shka me ndodhë pas ndeshjes, fitove apo humbe. Unë mendoj se ky derbi është ndeshja e karrierës. Ashtu mund të them shlirë, ndeshja e karrierës se për Kosovë nuk ka lojë me rëndësi. Personalisht unë e derbin ku pas fatin të luj me 15 vjetë e gjysë, alo pa imbush 16, u konë leje speciale atë ko, po u konën hapja e stadiumit, minjerë pas luftës, u konë sistem italian, ku kem lujt veteranët e qytetit, Gjilani edhe në Drita, ku aty kom debutu edhe për fat timin, ku të jem në skenë të futbollit kosovar, aty kom prit një penalti edhe më konë heroj i turnirut, ku edhe kem fitu turnirin. U mendoj se ajo konën ndeshja ma e veçantë e imja, ku nuk do tjetë aty në kujtesën time, derisa të jem gjallë, të them është. Të jesh kapiten në një ndeshje të tillë është diçka e veçantë dhe me shumë përgjegjësi. Alban Hyseni do të parë shiritin në këtë përpallje të skuadra e Gjilanit, por është një futbollist që ka 16 vjet që luan me këtë fanellë. Po e thon mirë, domthonë vetë fakti që thon derbin kundër Dritës ose rivali për vetë është një kënaqësi, domthonë e veçantë, tjetër emocion krijon tjetër ndjenja për këtë derbi. Është të luash domthonë ndoshta kundër shokëve që i takon çdo ditë, por aty në fushë diçka tjetër krejt, tifozë kërkojnë fiturin edhe po të flasim e parandeshës që domthonë do të krijohet tjetër atmosferë, tjetër bindje.
është fakti që domethënë na që në këtë derbi duhet dalë me fitues, për shkak që qysh që një javë është hedh shorti, komentohet edhe 2 javë tashme, po edhe pas këtij derbi edhe 3 java një muaj komentohet që kush do t'i prish qytetit, ose kush do të jetë fitues në qytet. Derbi Ana Moravës, si quhet ndryshe kjo sfidë, vjen në çerek-finalit të Digital Kupës, që është një moment i veçantë për të dyja skuadrat. Drita është skuadër që bën garën në Super League dhe është pozicionuar në mes të tabelës, ndërsa Gjilani është në pozitën e tretë në ligën e parë. Pavarësisht këtij fakti, trajneri i Dritës Arnor Morina thotë se një ndeshje e tillë favorit nuk ka. Asnjëherë nuk e konsideroj që njëna apo ekipa tjetër ka përparësi në cilin do takim. Sidomos jo në takimet e kupës ku gjithmonë ka pas befasi edhe gjithmonë ka pas edhe ekipe të tilla të cilat pa pritë pa kujtu kanë shku ma tutje, ato të cilat janë llogarit favorit kanë ra. Mirë po sa i përket asaj që Muharremi ka pas ma shumë përballje me klube Gjilana se në Mezveti, unë kam pas përballje me Prishtinën dhe me klube tjera në Mezveti, do të thotë vet atmosfera e cila krijohet para një takimi të caktuar mes të dy ekipeve të caktuara të cilat janë në nivelet larta në momentin e caktuar, ju çon atë që të jeni pjesëmarrësi i derbit dhe të mendoni për shumë gjëra të cilat janë ngushtë të lidhura me këtë derbi. Arnori është pjesë e klubit një kohë gjatë, e njeh mentalitetin e shikuesve, e njerëzve në Gjilan, e ka skuadrën thash që të mirë. Sidoqoftë, ndoshta përparësia jonë është që ne kemi lojtarë më tepër vendor që janë Gjilanas, dhe unë shoh aty që motivimi tek ne është më i madh, po sidoqoftë nuk ka favorit në derbi. Pavarësisht nga kualiteti, favorit në derbi nuk ka. Secili prej neve dhe unë edhe Arnori i mendojmë ato mënyrat se si të arrijmë deri tek rezultati. Sidoqoftë, po them, do t'jeni edhe ju dëshmitar i asaj ndeshje, nga se këtu jo vetëm që është rival, ose janë rival vetëm lojtarë në fushë, por rival janë edhe shikues edhe kryesia dhe gjithçka që lidhet me derbi ndahet në 2 ngjyra, domethënë a ditë i gjithë Gjilani është i mbeshur me 2 ngjyra. Edhe pse rivaliteti gjithmonë ka qenë shumë i madh në këtë derbi, nuk ka qenë problem që lojtarët të ndrojnë skuadrat. Ismet Ramushi që dikur ishte i Gjilanit, e tash mbron ngjyrat e Dritës, dhe ai Gjilanit Visar Sermagjaj që dikur ishte i Dritës, tregon emocionet para këtij dueli. Mu si sportist mu ajo nuk më pengon absolut. Unë jam pjesë e Dritës dhe do të mundon ata maksimumin. Kështu që nuk më pengon ajo. Realisht është ajo kushtet që t'i ofron. Realisht që aty ku ndihesh më mirë dhe sigurisht kushtet ato janë që të shtyjnë me lujtë edhe në ato në këton. Kështu që është që ajo primare, kushtet që atë klubit t'i ofron që aty dhe e gjenë vetën më mirë dhe e kontributin që aty. Por realisht unë tash të në pjesë e Dritës edhe ndjej sigurisht fanelën e Dritës, se jam pjesë e Dritës. Varet ashtë edhe prej lejtare, po më varën edhe prej kushteve. Prej kushte financiare, në qofse nuk mundët me gjetën vend në Dritë, mund del në klubin Gjilani, ku japin më shumë përparësi si në lojë, si në çdo aspekt. Është një emocion i përzirë për mu, po profesionalistit çdo e ka. Tash do thoja se jena profesionalizëm, se punojna në kushtet të Kosovës, po do të me cekën që jena profesionalizëm. Është një tifozëri e Dritës, ku më ka përkra, jo mu personalisht, po gjithë lojtarët që luajnë në Dritë, është një moment i veçantë ku nuk muj me përshkruat. Edhe pse ka ndruar skuadrat, nëse Sermagjaj e Ramushi arrin të shënojnë, do ta festojnë golin. Absolut, jam pjesë e Dritës dhe sigurisht do ta festoj. Do ta festoj. Emocionet e derbit të Ana Moravës janë të pafund, sidomos për ata që janë lindur dhe rritur në Gjilan dhe qysh si fëmijë kanë ndruar të luajnë një ndeshje të tillë. Gjithmonë e kom pas ëndër prej fëmijërisë dhe kur e di se kemi lujt, duhet të përgatitesh shumë emocionalisht sepse nuk është lehtë. Edhe pse ne jemi Superliga, ata janë ligën e parë, këtu domethënë nuk mirën parasysh këtë veti, sepse këtu nuk ka favorit, këtu gjithçka është e hapur edhe
Mendoj se as trajnerëve nuk do t'i duhet që t'na motivojnë, sepse motivimi vetë vjen kur i shet gjithë të shikuesve, shet atmosferën, kur kalon nëpër qytet e kështu me radhë. Ktu në Gilan mundi më ardh 4-5 ditë një javë para derbit e shikoni që ndrohen ngjyrat e njerëzve, ndrohen fanela veshin nëpër kafeteri, nëpër shkolla, shalla, ndojnë nëpër shkolla. Ktu mendoj që derbi më të mirë në Ballkan ma me emocione nuk e përjeton kërkush se na që jem Gilanxhi këtu. Ato emocionet e këtij derbit për cilin kam dëgju dhe e kam përcjellë edhe vetë me i qit pak në plan dytë për arsye se duhet me bart një qetësi të lojtarët, sepse deshtëm apo nuk deshtëm, vetë atmosfera e krijuar edhe që do të krijohet gjatë ditëve të ardhshme para këtij takimi do të jetë mjaft elektrizuese, mirë po të them të vërtetën është një pikë e cila të shtyn që të mendosh edhe për shumë gjëra tjera për atyne të cilat janë ngushtë të lidhura me profesionin tënd, një ndër to është edhe me atë se çfarë atmosfere do të bëjnë simpatizuesit të dyja klubeve. Kemi edhe lojtarë të cilët nuk mund t'i kontrollojnë emocionet edhe ata fillojnë disi të mërziten aq tepër sa që po ndikon edhe në vazhdimsi. Por sidoqoftë këto emocione janë jashtëzakonisht mira, nga se unë e kam thonë shumë shpesh kur pritet që në aspektin e motivimit ti motivosh lojtarët për një ndeshje, për këtë derbi nuk ka nevojë mi motivu, nga se ata motivohen vetvetiu, ata vetë derbi, vetë kundërshtari, motivi shkon në maksimum. Deri më tani, Drita dhe Gjilani kanë zhvilluar gjithsej 17 ndeshje, me statistikat në favor të bardhë kaltërve që kanë 7 fitore përkundër 5 të Gjilanit dhe 5 barazimeve. Një nga ndeshjet që mbahet mend më së shumti është ajo e zhvilluar në sezonin 2011-2012. Në një ambient fantastik, Drita fitonte 0-1 me një super gol të Labinot Jetullaut. Për fatimin, si në gjitha derbi që kum pas fatin, të jem një ndër protagonistët e derbit, jam konë edhe ndeshje ku kum pas 3-4 intervenime që jam konë 100% për gol edhe aty unë vara dhe rezultati i ndeshjes, ku aty u konë një ndër derbit më të mirë sa i përket futbollit. Se ka pas derbi edhe ma herët loj, po ajo konë sa i përket lojës u konë derbi, loja ma e mirë deri më tani që u zhvillue mes Dritës dhe Gjilanit. Gëzimi më i madh ka qenë kur Gjilani u konë si vendas, që kena fitu lojën mas 3 vite ose 4. Besoj që ajo konë gëzimi i papërshkrueshëm, ku Gjilani një kohë ka dominu, ka fitu disa derbi. Tani mas 3-4 vite kemi marrë na primatin edhe kena fitu thujse gati 3 loja rresht. Drita njetë edhe si skuadra e preferuar e Gjerdan Shashirit në Kosovë, me sushori Bayern München ka prejardhë nga zhekra e Gjilanit, ndërsa dashurin e tij për skuadrën bardhë e kaltër ka shprehur haptazit disa herë. Tifosët e Dritës intelektualet dhe ata të Gjilanit skifterat, njën si tifo grupet ndër më të flaktët në Kosovë. Në një përballje mes Dritës dhe Gjilanit, gjithmonë më shumë ka pasur shikues se sa vetë tribuna në stadium, ndërsa transparentët shpalosën me fanatizëm. Ajo është diçka që fillojnë gjithë edhe veshjet në qytet t'i bojnë me ngjyrat e klubit. Sidoqoftë kënaqësia më e madhe është ajo parandeshjes, kur tifozat e lojnë një vend caktuar ku takohen, edhe nga ajo kohë ata më veç fillojnë të merren me organizimin e asaj ndeshje. Kështu që vërtet është një kënaqësi jashtëzakonisht e madhe kur je pjesë e këtij derbi, pjesë e një spektakli të cilën asnjë veprimtari tjetër në Gilan nuk mundet me i mbush tribunat me shikues përpos ndeshjes derbi që është Gjilani Drita. Edhe është një sen që jesin 2-3 vetë minimum jesin jashtë që nuk kanë hapësinë ku me hi në stadium. Është edhe një fakt i mirë se në derbin Drita Gjilani ka një përqindje shumë e madhe është edhe e gjinisë femrore, ku është prezent edhe jashtë derbit në sidomos në ndeshjet tona Dritës na përcjellin femna shumë gjinia femrore, po na derbi është diçka ekstrem se nuk sikur femna, sikur djemt që janë aty janë njëjtë intelektual, e shef një vajzë, ta them një ashtu një
një bukuroshin qytet edhe vjen këtu të bërëret për ty është kejt bardhe kaltërt me ftyrë me kejt e ngjyrosën. Ajo është madhështia e këtij derbi që këtu nuk kërkush nuk e njeh veten superior apo diçka tjetër, vetëm se mendojnë kejt për klubin e zemrës. Ata e dinë vetë. Ata e dinë vetë se çka duhet të bojnë para këtij derbi, neve na jetë që ata t'i udhurojnë fitoren atyve, edhe pse këtu nuk parashikohet diçka ekstra, nuk ka fitus para kohë, mirë po na kena me dhonë maksimumin, edhe besoj që tradita do t'jetë në anën tonë, se ne kem tradita dhe kem përparsi në çdo aspekt. Diçka më veçantë ka qenë që ndoshta edhe trajneri ka kërkuar dhe njerëz tjerë që domthon në derbi ta kallëzojmë më shumë vetë. Për vetë arsye vetë faktin që një derbi që është Drita Gjeloni vin 8000 shikues ta shyrin këtë derbi. Ndoshta të paraqitet vetë ndeshje mirë. Por kur ka 300 tifoz nuk kanë qyrë, domthon këto është ke diçka tjetër se vin 8000 tifoz dhe mbas asaj paraqitje tonë ose mbas asaj performancë tonë lojnë me Dritën bazohen që çfarë lojtori. Kisha pas dëshirë që edhe njëna edhe pala tjetër të jenë korrekte ashtu siç kanë qenë të gjitha derbit deri me tani. Të jetë një atmosferë me të vërtet shumë futbollistike, edhe të jetë një atmosferë e cila do ta përçojë një mesazh të mirë në të gjitha stadiumet tjera, jo vetëm në Kosovë, por edhe në region, për arsye se nga derbi i fundit kom pas rast me pa disa sekvenca edhe në televizionet, sidomos këtu në Ballkan. Ata që nuk kanë mundësi, nga se kapaciteti i stadiumit është i vogël për t'i nxjerrë gjithë ata që janë të interesuar, ata që vinë, që e mushin stadiumin, aq shikues janë edhe jashtë, aq tjerë që nuk kanë ardhur për faktin se e dinë që është shumë masë e madhe dhe nuk vinë, por sidoqoftë falë Supersportit që e jep transmetim drejt për drejt, do të kenë mundësi edhe ata që janë për shtëpia ta përcjellin këtë atmosferë. Tashmorët kanë filluar të numërohen. Derbi më i madh në Kosovë, Gjilani Drita po afron. Tek tifozët dijej adrenalina. Të dyja skuadrat kërkojnë një vend në gjysmëfinalet të Digital Kupës, e sidomos të fitojnë derbin e Ana Moravës. Të dyja skuadrat do t'japin gjithçka për të fituar sfidën dhe po të qenë ajo skuadra që do të dominojë qytetin.